Ç'kemi? A mund të më dëgjoni? Po, ju dëgjoj shumë mirë. Ndoshta do të më dëgjoni të më mirë nëse do ta bëja këtë kështu dhe pastaj t'ju rrotulloja dhe ta fusja spinën nga mbrapa. Ja, e shikoni sa mirë kështu. Mirë pra, unë spinën e fus vet. Unë jam kapiteni Amelia dhe sapo jam kthyer nga përleshjet me ushtrinë e Prokionit, po për këtë gjë nuk do t'ju tregoj më shumë. Ndërsa ky është oficeri im I parë dhe I vetëm, zoti Arrow, I besueshëm, I fortë dhe shumë I guximshëm. Të lutem, kapitene. Mbyllë gojën, ti e di që unë as je besoj atë që sapo thash. Më falni, e urrej që të ndërpres këtë bisedë, po më lejoni t'ju prezantoj Jim Hawkins. Jimmy është ai djali që gjeti hartën e thesarit. Të lutem. Dua të flas pak në kabinën time me ju. Doktor, të bërtasësh dhe të flasësh ashtu për hartën e thesarit në sy të një ekipazhi të tillë tregon nivelin e lartë të paaftësisë dhe I afrohet shumë budallallëkut dhe kjo është mënyra më e sjellshme për ta thënë. Më falni, budallallëk thatë? Të mangët më kanë quajtur, por... Të lutem. Mere. Mahnitse. Zoti Hawkins, që tani e tutje do të më thërrisni kapitene ose zonjë. Është e qartë kjo? Zoti Hawkins? Po, zonjë. E po mirë pra. Zotrinj, harta do të qëndrojë mbyllur për arsye sigurie. Dhe doktor, po ju a them prap, me gjithë respektin e madh që kam për ju, mbylleni gojën dhe mos vërtisni. Kapiten, unë ju siguroj Më lejoni që... të theksoj edhe një herë sa më shkurt edhe qartë të jetë e mundur. Mua nuk më intereson fare se çfarë ekipazhi keni zgjedhur ju. Ata janë si quajton sot mëngjes, tash një fjalë shumë të përshtatshme ndërsa po pija kafen. Janë një tuf budallënjsh të pagdhëndur zonjë. Ja, po kjo është shumë poetike, Ma çfarë gruaje që është si një mbace? Nuk po e kuptoj se kush është I punësuari këtu. Unë kam hartën, kurse ajo më vendos mua që të Nuk të lejoj që të flisni në këtë mënyrë për kapitenën ton. Nuk ka asnjë oficer më të mirë se sa ajo, qoftë në këtë galaktikë për të tjera. Zoti Silver? E po, urdhëroni, zoti Arrow. Pas keni sjell kaq njerëz të zgjedhur për të nderuar kuzhinën time. Nëse do ta dija këtë, do ta kisha futur përpase në pantallona. Një cyborg. Më lejoni t'ju prezantoj me doktor Dolbertin, financuesin e udhëtimit ton. Kostumi bukur, doktor. Shumë faleminderit. Pas keni sy të mpret. Ky djaloshi këtu është Jim Hawkins. Piçiruk. Mos ki as pak frik nga kjo hekuristja që kam në dorë. Oh! Pak e vështirë të mësohesh me këto ingranazhe. Gjithsesi këto të bëjnë që të ndihesh I dobishëm. Ja tani. Provojni pak tavën time prej Bonzaboj. Me erza dhe shumë e shishme. Një recetë e vjetër e familjes. Në fakt, kjo ishte pjesë e familjes së vjetër. Po bëja vetëm shakat. Unë jam shumë shakaqi. A tani, Piçiruk, provoj një herë. Morf, ti moj mistrese e vogël, dhe muja gjie. Pa, ja ku po fshiheshe. Thuaj, çfarë është kjo gjëja? Është një morf. Unë e shpëtova këtë qenie metamorfike në Proteus. Ishte një dashuri me shikim të parë. Që nga I moment ne kemi qenë gjithmonë së bashku. Si jemi ndarë. Bahuni fort, zoti doktor. Ni.